Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët në emisionin tonë të rinj për të rinjt. Sot do të flasim për një temë shumë të rëndësishme, një investim i rëndësishëm për ririnë e qytetit tonë, një hapësirë moderne pra kushtuar aktiviteteve kulturore apo dhe argëtuese. Qendra Rinore Korç. Kjo qendër është fryti i bashkëpunimit të Bashkisë Korç me Agjencinë Kombëtare të Rinisë, me synimin për të krijuar një ambient ku të rinjt kanë mundësinë që të zhvillojnë talentet e tyre. Dhe pikërisht sot për këtë kemi të ftuar Devi Hoxha, i cili është përgjegjësi i Qendrës Rinore Korç. Faleminderit Devi që erdhe sot me ne. Faleminderit për ftesën vajza, edhe suksese për emisionin. Emisionin e parë ju ndosha, kishte të ftuar të rinj, kështu që u përgatita për ju sot. Shumë faleminderit. Gati për gjithë përgjigjet apo pyetjet që keni. Shumë faleminderit. Çfarë është Qendra Rinore dhe cilat janë disa nga shërbimet që ofron për të rinjtë tanë? Qendra Rinore ka funksionuar para disa viteve për shkak të pandemisë dhe disa problemeve të tjera u mbyll dhe pas 5 vitesh u rikthye me një rekonstruksion të plot nga Bashkia e Korçës me mbështetjen e Ministrisë për Rininë dhe Fëmijët, me që ti nuk e mbaj mend, dhe Agjencisë Kombëtare të Rinisë. Qendra ka marrë një formë tjetër, duke qenë se më parë ka qenë pak më e mbyllur, tani është më e hapur për të gjithë. Ne kemi një studio podcasti, kemi 2 salla të mëdha për trajnime, kemi sallën e madhe ku ndodhen lojra të ndryshme të cilët janë për pjesën sociale, kemi kineman që është, ndoshta qyteti Korçës nuk e ka një kinema, por ne mund ta mbështesim me atë pak hapësirë që kemi, por që është një hapësirë e lezetshme për çdo të rinj, dhe të rinjt mund të gjejnë çdo gjë, mund të gjejnë kulturën, mund të gjejnë argëtimin, edukimin, sepse ne kemi kushtuar dhe një rëndësi pjesës të edukimit, të zhvillimit profesional, por edhe personal të rinjve. Kështu. Si janë menduar kushtet që të tërheqin dhe të motivojnë të rinjt që të vinë më tepër në Qendrën Rinore? Çdo hapësirë është menduar që të rinjt të shfrytëzojnë gjithë kreativitetin e tyre. Pra, nëse keni një ide për aktivitete, nëse doni që të bashkangjiteni aktiviteteve tona, doni që të jeni vullnetar për qytetin, apo çdo gjë që ju vjen në mendje, qendra është e hapur dhe është një ambient ku çdo i ri duhet të ndihet i lirë dhe duhet të vijë me atë krenarinë e të riut që do të thotë un kam këtë aktivitet, hajde ta bëjmë dhe ta zhvillojmë. Kështu që gjithashtu kemi mjediset e qeta për të punuar, mund të mblidheni grup me shokë dhe të vini të punoni, mund të më shkruani dhe të thoni do vim të shikojmë këtë filmin, a e shkarko pak. Dhe i kemi të gjitha ambientet për t'ju përshtatur gjitha kërkesave të të rinjve. Si do të funksionojë kjo qendër në përditshmëri? Pra, a do të ketë një program të detajuar për aktivitetet që do të kenë? Shko, qendra funksionon si një multispace dhe është një shtëpi e hapur për gjithë të rinjt. Pra ne nuk duam që të rinjt të vinë me ndrojtje, të vinë me turp apo të paragjykojnë nga shokët. Ne jemi së shpejti do jemi dhe një staf akoma më i madh dhe ne duam që të gjithë të rinjt të ndihen të lirë, mund të ketë gjithashtu ne do krijojmë edhe një kalendar të përmuajshëm aktivitete të larmishme, ne i kemi krijuar dhe që nga trajnime, debate ne do fillojmë të krijojmë edhe grupet e të rinjve, siç janë ato klube që ju keni në gjimnaze që janë klubet e debatit apo klubet e kulturës, nuk e di se si i keni. Dhe ato klube ne duam që t'i futim te qendra dhe të gjitha shkollat mund të mblidhen bashkë. Dhe kështu ju gjeni edhe shoqëri me njëri tjetrin, edhe aktivitete, gjëra mendoni akoma më të bukura. Dhe sigurisht mbështetja tonë nuk mungon, mbështetja e bashkisë, e veçantë e kryetarit apo e njerëzve të tjerë që merren me këtë punë nuk mungon. Kështu që ne kemi menduar shfaqje filmash, ekspozita, evente sportive dhe argëtuese. Prandaj, përveç aktiviteteve të planifikuara, sigurisht edhe ambientet janë të hapura për përdorim që mund të përdorin çdo i ri. Vetë si adoleshente në fakt më bëri shumë përshtypje ajo pjesa për kineman, duke qenë se mungon në qytet dhe jam e sigurt që ka shumë grupe të rinj në qytet që do jenë gati të shkruajnë gjithmonë. Më pëlqeu shumë si ide. Ne testuam në fillim, sepse ju e dini, pak ditë kemi që jemi hapur, ne e testuam edhe si bëm thjesht ato lajmërimet e vogla në Instagram edhe në Facebook, ata që na ndjekin apo edhe ju e bët follow. Kështu që por edhe ata të rinj që na ndjekin, ne jemi në rrjetet sociale, në Qendra Rinore Korç, edhe në Facebook edhe në Instagram. Ne së shpejti do fillojmë edhe tek gjimnazet të vim dhe të qasemi tek ju.
duke u regjistruar, edhe gjithashtu do hapim edhe klubet që janë për t'u abonuar, siç i kanë ato subscribe në Instagram apo në WhatsApp, që dhe ju me aktivitete dhe lajmërimet për aktivitete t'ju vinë më shpejt edhe t'i shikoni direkt që të vini edhe pse jo të kënaqeni. Sepse kryesorja e qendrës është që të jetë një ambient çlodhës, argëtues, pastaj shikojmë edhe këto pjesën e mësimeve apo të edukimit. Pra çdo njeri i interesuar për ndonjë lloj aktiviteti mund t'ju kontaktoj ju në Instagramin tuaj. Patjetër. Në Instagram, në Facebook, numrin e telefonit, ku të doni, ne nuk bezdisemi, ne jemi 24 orë në 7 ditë, kështu që nuk absolutisht nuk jemi shumë të hapur që çdo i ri të jetë i qetë edhe të vi dhe të na kontaktoj. Ne vetëm pak ditë kemi që jemi hapur edhe kemi pasur shumë qasje në aktivitete. Për shembull, 2 vajza nga Korça që studiojnë në Tiranë, na shkruajtën te faqja e Instagramit dhe na thënë që ne duam të japim kontributin tonë për të rinjtë e qytetit. Dhe pas e i takova, vajza studionin për shkenca kompjuterike dhe ato vajza donin të zhvillonin një trajnim për AI edhe për machine learning. Kështu folëm me vajzat, i drejtuam aty ku duhej dhe në datën 3 dhe 4 ne do zhvillojmë një trajnim me vajzat për AI dhe machine learning, falas normalisht, sepse vajzat e bëjnë për qytetin e tyre. Tani, para se të vija këtu, po merreshim me Georgia, është një ere që ka hapur një biznesin e saj në lidhje me qilimat, me prodhimin e qilimave, që është një profesion shumë i vjetër shqiptar. Dhe Georgia është fituese një nga projekteve të Ministrisë të Kulturës dhe kështu nga e Intja ne do fillojmë trajnimin për 10 rinj, të cilët do mësojnë se si të bëjnë qilima, pra ne kemi instaluar një vegël quhet ajo gjëja që bëjnë qilimat, për ju që nuk e dini se jeni pak më të rej. Dhe do 10 të rinj do mësojnë se si të bëjnë qilima. Edhe kjo është një gjë shumë e bukur sepse përveç faktit që mësojnë diçka të re, është edhe fakti që ne i mësojmë edhe pjesës së traditas dhe kulturës shqiptare. Do kishe dëshirë ti Ilva të mësoje të bëje një qilim? Do kisha dëshirë shumë që t'i bëja këto. Ne trajnimin e kemi në orën 9 të mëngjesit, sepse është një grup që donte pjesën e orës 9, dhe në orën 17, pra në orën 5, edhe aty janë 2 grupe të ndryshme të cilat do punojnë. Por është një gjë shumë e lezetshme. Duken të gjitha. Ju ftoj edhe të vini ta shikoni as veglën se është. Ju ftojmë dhe ne miq që të vini ta shikoni. Po, qendra është hapur, kështu që kush ose prindrit tanë që i ka marr mallit, mami im ka punuar kur ka qenë e re, ka punuar dhe ka bërë ca qilima të lezetshëm kështu. Po, edhe po më thoshte çdo vit do unë ta shikoj pak të nxjerra të mallit. Vërtet duken aktivitete shumë argëtuese për të gjithë të rinjt, edhe sado të jetë ajo pjesa që mund të jenë të angazhuar, edhe ajo e telefonave. Shiko se kod bën ata. Kod se angazhim nuk ka. Sa unë shikoj, sa unë Republikën e kam gjitur. Edhe lokalet atë pjesën aty e shikoj. Edhe ideja është që kushdo që ka dëshirë mund ta gjej një moment të caktuar në ditën e tyre. Ne jemi duke munduar që orarin ta përshtasim sa më shumë me kërkesat e të rinjve, prandaj edhe kemi menduar që qendra të funksionojë nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 8, 7-8 të darkës, që edhe ju kur të gjeni kohën tuaj të lirë të përshtateni dhe të vini, apo edhe për aktivitetet, ndoshta pse jo edhe të shtunë të diel për ndonjë aktivitet të veçantë që duam të zhvillojmë. Prandaj ne jemi duke u munduar që të përshtatemi vetëm të rinjve. Çdo gjë, kryefjala tek qendra është të rinjt. E prandaj ne mundohemi që t'ja u bëjmë qefin sa më shumë. Unë do vi për ditët e kinema. Edhe unë do vëm bashkë Elena. Ne kemi menduar çdo javë, domethënë çdo javë do vendosim nga një film. Sa mirë, Elena Bogati. Filmin e parë që vendosëm ishte Jurassic World. E gjetëm këtë të dytin, si i bie se. Ky që ka dalë tani, po. Okay. E shkarkuam, edhe doli shumë e lezetshme. Super. Mora dhe kokoshka, unë i kështë të për mami. Sa mirë. Kur dëgjojnë kokoshkat në fakt rritet më shumë numri atyre që vinë. Dhe çdo gjë normalisht është for free, është pa lek, se nuk do të flasim kështu në gjuhë. Falas guys. Guys, djema. Është çdo gjë është pa lek normalisht sepse është një institucion publik dhe bashkia është munduar që të na
përshtas çdo gjë dhe ti kemi normalisht janë aktivitete që krijohen nga ne, ndërsa mund të ketë ndonjë aktivitet që zhvillohet në pjesën private, atëherë pastaj mund të jetë ndonjë pagesë e vogël apo diçka e tillë. Por kryesorja është që çdo gjë është falas. Keni pasur shumë kërkesa nga të rinjt apo tani është vetëm fillimi? Tani është fillimi dhe ne kemi bërë edhe planin që si do ju qasemi të rinjve dhe sepse ne duam që t'i dëgjojmë të rinj, ne duam të dëgjojmë të rinj se çfarë duan. Ne kemi për shembull 2 zyra, ku është pjesa e kinemas, ne kemi 2 zyra që janë krejt bosh. Dhe ne duam që i kemi lënë me qëllim, jo se nuk ishte fonda apo gjëra të tilla, por ne kemi dashur që ato zyra të rinë bosh dhe të shikojmë në një vit se cila do jenë kërkesat e të rinjve, cila do jenë idetë e të rinjve, sepse mund të ketë dhe për shembull mund të vini ju me një ide që duam të bëjmë podcastin e kemi, kështu që këtë nuk po ja nuk po e krijojmë, po mund të bëjmë diçka tjetër, ku diun një palestër apo për shembull e kemi planifikuar që në ditët e ardhshme të zhvillojmë edhe një sesion ku vajzat të mësojnë se si të vetë mbrohen në raste, për shembull në raste sulmesh apo të problematikave që për fatin e keq janë mes të rinjve. Jo të goditeni me njëri tjetrin, por të mbroni njëri tjetrin. Sa të domosdoshme keni parë hapjen e kësaj qendre rinore në qytetin e Korçës? Qendra ka qenë absolutisht shumë e nevojshme për t'u hapur, sepse shiko, është krijuar një mozaik shumë i madh për ato çfarë të rinjt mund të kërkojnë. Pra është krijuar biblioteka, është krijuar qendra e inovacionit, është qendra e artit dhe kulturës ku ti je balerinë apo jo? Okej. Është qyteza e fëmijëve, biblioteka e fëmijëve që po rikonstruktohet dhe po bëhet e re dhe ngelet qendra rinore si një ndërtesë që nuk po hapet dhe të gjithë të rinjt na pyesin që kur do hapet sepse donin që të punosh një projekt, të bësh aktivitete dhe kjo është shumë e domosdoshme që të hapet sepse ky është vendi ku të rinjt mund të mblidhen të gjithë, dhe ne më pas t'i këshillojmë ku mund të zhvillojnë një aktivitet, çfarë mund të bëjnë dhe një nga qëllimet tona ka qenë edhe që kjo qendër të shërbejë si këshillim karriere. Pra, të gjithë të rinjt mund të vinë dhe të flasin, sepse ne kemi edhe kontakte me organizata rinore apo me pjesën e instancave shtetërore dhe mund t'ju japim edhe një këshill më shumë. Edhe ku të studiosh apo ku të mësosh diçka të re, ku të shkosh për trajnime apo jo thash, kjo pjesa e lojrave është Në fakt, edhe pse është vetëm fillimi, sa herë kalon para qendrës rinore e sheh që gjithmonë ka persona brenda, qoftë duke luajtur ose dhe është shumë gjë e mirë. Realisht jemi munduar sepse kur një institucion hapet nga e para, nuk dua ta quaj institucion se është kështu cringe. Kur një hapësirë të rinjsh hapet nga e para, gjithmonë ka ato problematikat e vogla që ndonjëherë duhet kemi edhe pak durim apo ndonjëherë duhet të punojmë pak më shumë. Unë duke qenë se jam vetëm tani, jam duke ndonjëherë me një orar shumë të zgjatur edhe pse dua që kjo gjë të funksionojë dhe të rinjt të kenë një vend ku të ndjehen mirë. E drejtë. Kam idenë që ju tani keni një publicitet. Po, ke shumë të drejtë. Atëherë miq, do të shkëputemi për disa minuta dhe do të rikthehemi sërish me bisedën tonë akoma me Davin. Na ndiqni, mos u largoni. Jemi rikthyer përsëri në studio me Davin dhe na ndodhi që gjatë publicitetit të kishim një diskutim të shkurtër për ligjin e rinisë. Si do të funksionojë, Davi? Atëherë mirë është të flasim. Ligji për rinin është miratuar para shumë vitesh, por këtë vit në korrik të këtij viti, fal punës të Ministrisë të Shtetit për rinin dhe fëmijët,
se tani për fatin e keq ministria u mbyll, por besoj se dhe puna do vazhdo me ministrit e tjera dhe të agjencisë kombëtare të rinisë. Ligji u rikrijua sepse kishte disa mangësira, si për shembull është pjesa e grupeve jo formale rinore, të cilat nuk janë quajtur më parë në ligj. Këto janë grupe që 4 të rinj mund të mblidhen me njëri tjetrin edhe mund të krijojnë një grup që të kërkojnë aktivitete apo të kërkojnë fonde për të zhvilluar aktivitete. Thjesht mjafton që 4 të rinj të bëhen bashkë, njëri që do quhet kryesori i grupit të bëjë një deklaratë notariale në noter që ky është një klub rinor sipas ligjit të rinisë, dhe më pas me këtë deklaratë të rinjt mund të aplikojnë për projekte apo për fonde të cilat jepen nga ministri të ndryshme për të zhvilluar aktivitete për shokët apo për të rinjt e tjerë. Gjithashtu në ligj është shtuar edhe pjesa e Këshillit Rinor Vendor, sepse më parë ka qenë një numër më i vogël, ndërsa tani është formalizuar dhe është bërë akoma më kryesore dhe i është dhënë akoma më shumë rëndësi Këshillit Rinor Vendor për pjesën që sepse është shtuar numri dhe do ketë më shumë të rinj që do të jenë pranë Këshillit Rinor Vendor. David, ti e përmend Këshillin Rinor Vendor. Të lutem, mund të më flasësh më shumë për të si funksionon apo dhe të tjera? Atëherë Këshilli Rinor Vendor është një këshill që i përket të rinjve, normalisht edhe nga emri, është me presidentët e të gjitha gjimnazeve të shkollave të qytetit, është me organizatat rinore dhe përfaqësues të ndryshëm nga organizatat rinore. Dhe ky është një organ këshillimor që ka si kryesor të këshillit kryetarin e bashkisë dhe presidenti që zgjidhet nga antarët e grupit. Është shumë i rëndësishëm sepse ju në çdo mbledhje që bëhet, nuk e dini nëse ju do kandidoni tani në zgjedhjet që bëjnë gjimnazet, që zgjidhin senatorët edhe presidentët dhe do të jemi pjesë. Shumë mirë, suksese. Dhe ky organ mblidhet me kryetarin e bashkisë dhe i sugjerojnë problematika apo aktivitete kryetarit bashkisë, i cili është organi më i lartë i një bashkie dhe kështu ai i ndihmon të rinjt për të gjetur zgjidhjen për problematikat e tyre apo edhe për pjesë të tjera të cilat të rinjt duan mbështetjen e tij. David, si e shihni ju rolin e të rinjve në komunitet? Pra sa aktiv duhet jenë ata në jetën qytetare? Shiko, të rinjt janë oksigjeni i qytetit. Dhe të rinjt nuk duhet të jenë vetëm konsumues, por duhet të kenë një kontribut aktiv në jetën e komunitetit. Dhe sa më shumë të marrin pjesë në jetën qytetare, aq më shumë do të formojnë një qytet më dinamik, të drejtë edhe modern. Prandaj gjithmonë thirrja ime është që të rinjt të angazhohen sa më shumë në jetën komunitare, të bëhen vullnetar tek qendra të ndryshme apo tek aktivitete të ndryshme, sepse unë ja them nga eksperjenca ime. Për shembull, unë kam qenë vullnetar tek qendra rinore para 7 viteve. Dhe pas 7 vitesh unë rikthehem përsëri te qendra rinore, por jo si vullnetar, por si përgjegjës i qendrës rinore. Pra ndonjëherë edhe ai mundi juaj, jo ndonjëherë, por gjithmonë shpërblehet. Ne mundohemi dhe mërzitemi shpesh dhe themi ja, po kjo gjë nuk funksionon ose kjo gjë nuk funksionon, por nëse mundohemi dhe tregojemi sa më shumë bashkëpunues, atëherë edhe gjërat funksionojnë edhe më mirë. Prandaj kjo është këshilla ime, që punoni sa më shumë, angazhoni sa më shumë në jetën komunitare, sepse sa më shumë njerëz të njihni, aq më shumë marrëdhënie krijoni dhe i ndihmoni njëri tjetrin, sepse sot më njohë mua, un kam bëj aktivitete qendra rinore, do të ndihmoj patjetër. Sot njohë një njeri tjetër, do të ndihmoj me diçka tjetër dhe kështu mblidhen gjithë njerëzit dhe ti ndihesh më e lirë që të kërkosh gjëra më shumë për veten tënde. David, çfarë impakti mendoni se do të ketë kjo qendër për zhvillimin personal për shoqëror të rinjve? Ne i kemi kushtuar një rëndësi shumë të madhe, sepse qendra rinore nuk ka vetëm funksionin e argëtimit, por ka edhe pjesën e zhvillimit personal të rinjve. Sepse është shumë e rëndësishme, ju e shikoni më shumë se sa unë, sepse ju jeni pjesë e gjimnazeve, ju e shikoni se sa problematik janë bërë të rinjt kohët e fundit, që nga bullizimi, që nga pjesët e narkotikëve,
edhe probleme të tjera të cilat prekin të rinjt, dhe ne jemi munduar shumë që të krijojmë një plan aktivitetesh i cili do ju përshtatet gjithë të rinjve. Për shembull, ne kemi menduar që vitin tjetër të krijojmë një muaj i cili do të jetë i gjithë i përkushtuar për shëndetin mendor. Dhe ky muaj do të jetë vetëm për të rinjt që kanë, jo vetëm për të rinjt, por ne të gjithë do punojmë bashkë që të rinjt të sensibilizojnë sa më shumë për shëndetin mendor, për ankthin, për problemet e tjera të cilat ne të rinjve tani na janë bërë kështu si gripi, sa herë jemi mërzitemi për çfarë ona ka ankthi, po ndërkohë nuk është kaq e vështirë sa e bëjmë. Ne ndonjëherë duhet ta marrim edhe me pak pozitivitet jetën. Prandaj qendra do të ndihmojë të rinjt që të zhvillojnë aftësi të reja, të fitojnë vetbesim, të lidhen me njëri tjetrin dhe të jenë pjesë e një komuniteti shumë të madh. Pra, kjo nuk është thjesht një qendër të rinjsh, por është një trampolin për të ardhmen e tyre dhe ne këtë duam të mundojmë të arrijmë. Ti e përmende që para 7 vitesh ke qenë vullnetar në qendrën rinore. Po. Si ka qenë kjo eksperiencë për ty? Ka qenë eksperiencë shumë e bukur. Ne në fund vit kemi marrë edhe një certifikat nga Ministri i Arsimit asaj kohe, dhe unë kam akoma certifikatën edhe krenohesha atëherë që shikoj se më ka dhënë certifikat Ministri i Arsimit si vullnetar i vitit, sepse u zgjodhëm vullnetar i vitit bashkë me disa të rinj të tjerë. Atëherë drejtor tek qendra rinore ka qenë Joani. Besoj se e njihni Joani, se është një njerëz shumë aktiv në qytet. Edhe Joani, që tani është edhe një nga miqtë e mi më të mirë, më mbështeti shumë, siç ka mbështetur edhe shumë të rinj që të zhvillojnë aktivitete dhe të zhvillohen personalisht. Dhe absolutisht një pjesë shumë të rëndësishme edhe në zhvillimin tim si Devi e ka Joani bashkë edhe me Kristelën, të cilët kanë qenë Vagjuina, se nuk dua që t'i harroj ata që kanë qenë punojës te qendra rinore, kanë patur realisht një ndikim shumë pozitiv tek shumë të rinj. Ndërta edhe unë. Shumë mirë. Çfarë mesazhi do doni që t'u jepni të rinjve të qytetit të Korçës dhe më gjerë në lidhje me shfrytëzimin e kësaj hapësire? Ti në fakt i përmendë disa nga mesazhet, por më konkretisht tani. Çiko, mesazhi im është i thjeshtë. Mos e shikoni qendrën rinore si një vend tjetër. Pra, një vend tjetër, u hap edhe një vend tjetër që do funksionojë tani edhe ne nuk e dim si do shkojmë, apo do kemi turp, apo si do qasemi. Unë ja u them shpesh të rinjve kur vinë tek qendra edhe e shikojnë derën hapur dhe thonë dale ta shikojmë çfarë bëhet. Edhe filloi ja u prezantoi të gjithë atë qendrën me të treja katet siç është dhe thonë o sa bukur, I love it, do vi me patjetër këtu, do vi, po mos ja u tregoni shumë të rinjve thonë se pastaj ja fillojnë edhe e prishin edhe e bëjnë kështu. Drejt në fakt po. Ideja kjo është, mos e shkoni si një vend tjetër, po si vendin tuaj. Po. E janë i merrni pjesë, sillni idetë, shndroni këtë hapësirë në reflektimin e energjisë dhe ëndrave tuaj. Prandaj qendra këtë funksion ka. Kështu që unë ju pres. Dhe ne do ju vim. Na keni ardhur, do ju vim, kështu a? Sigurisht. Ju na erdhët. Si e shihni ju të ardhmen e qendrës rinore të Korçës dhe çfarë plane të tjera keni për projekte në të ardhmen? Unë shikoj qendrën rinore si një motor për rritjen e energjisë dhe ndikimin e të rinjve në qytet. Kështu që në të ardhmen ne duam të zgjerojmë projektet, ne duam që të plotësojmë sa më shumë ato që të rinjt kanë në mendjen e tyre, t'ju përshtatemi, sepse kjo është edhe qëllimi kryesor që ne t'ju përshtatemi sa më shumë të rinjve dhe më pas, duke u përshtatur, krijojmë edhe një komunitet shumë të madh ku ndihmojmë njëri tjetrin edhe jemi një familje e madhe. Ne duam të krijojmë sa më shumë programe edukative, të bashkëpunojmë organizata ndërkombëtare, sepse një nga qëllimet që unë aktualisht jam duke punuar për shembull është të krijojmë sa më shumë kontakte me organizata ndërkombëtare ku të rinjt mund të udhëtojnë jashtë vendit, mund të shkojnë, sepse unë e them gjithmonë që sa më shumë të udhëtoni jashtë vendit, aq më shumë hapni horizontin tuaj edhe mësoni më shumë gjëra të reja dhe përballeni me gjëra që nuk I keni rastisur ndonjëherë në Korçë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Prandaj dhe kur më vinë të rinj që janë në universitet, ju them, provojni të aplikoni në programet Erasmus që ka Bashkimi Evropian, se është shumë gjë interesante të zhvillosh një sezon. I thon në universitet I thon sezon, është një ai 3 mujoshi ose 6, nuk e di se sa tani nga emocionet e jemi. Dhe e them gjithmonë që është shumë eksperiencë e bukur sepse takon një student të huaj, takon miq të huaj dhe ashtu mësoni akoma më shumë nga njëri tjetri.
Unë vetë nuk kam bërë një sezon, por kam qenë në projekte të tilla të Erasmus që kemi udhëtuar në shumë vende të Europës, edhe realisht kam mësuar shumë gjëra, jam argëtuar për shumë gjëra dhe e mendoj ndonjëherë të jetoj këtu, por prapë si Korça nuk ka. Devi, ne të falenderojmë që ishe këtu sot me ne dhe shumë falenderit për të gjitha mesazhet. Unë në fakt, në rregull, vazhdo Elena të më falësh. A keni konkretisht emrin e ndonjërs nga organizatat që përmende që do lidhen ndërkombëtare? Po, e para është Erasmus, e dyti është universiteti. Ne i kemi kushtuar një pjesë shumë të rëndësishme universitetit, sepse duam që bashkë me Këshillin Studentor të krijojmë një marrëdhënie akoma më të mirë, sepse ndonjëherë universiteti është pak më shumë se sa duhet në gjumë dhe universiteti duhet të punojë akoma më shumë me pjesën e programeve dhe të ndihmojë akoma më shumë të rinjt për të mësuar gjëra të reja. E di që ekziston fryma pozitive, sepse kam takuar shumë pedagog dhe ne madje së shpejti do studentë që janë në pjesë e universitetit do vinë të bëjnë edhe praktikën tek qendra rinore. Këto janë një dy sekrete të vogla që po ja u them kështu pak si fshehurazi. Kështu që këto të gjitha formojnë një qendër që prandaj ne e kemi quajtur multispace, sepse i përfshin të gjitha gjërat, i përfshin edhe argëtimin, edhe edukimin, çdo gjë. Besoj të gjithë të rinjtë e morën mesazhin që për çdo aktivitet që mund të idejojnë, për çdo natë kinemaje që kanë dëshirë, thjesht mund të kontaktojnë direkt qendrën Qendra Rinore Korç në Instagram, në Facebook. Devi Hoxha mund të më shkruajnë edhe mua. Mund të shkruani personalisht, po. Numri im është i lehtë për të gjendur, kështu që Elena dhe ne të dyja me patjetër do shkojmë në kinema. Javës tjetër e zgjedhim ne filmin. Okej, jam shumë dakord. Është deal kjo, jemi dakord. Ju falenderoj edhe juve shumë për ftesën. Shumë faleminderit që ishe këtu sot me na. Rreth Korça ka bërë një emision për të rinjt, sepse realisht është shumë e nevojshme që të rinjt të kenë emisionet e tyre dhe të flasin, dhe dua shumë që t'ja urçoni këto emisionet shokëve dhe shoqeve, t'i shikojnë sepse janë vërtet emisione shumë edukative edhe argëtuese njëkohësisht. Shumë faleminderit Devi. Shumë faleminderit dhe për të gjitha mesazhet që na dhe ne, po dhe të rinjve. Faleminderit ju për ftesën edhe shumë suksese. Shumë faleminderit. Atëherë miq, kemi mbërritur në fund të emisionit tonë, ku kemi folur gjërësisht bashkë me Devin për qendrën rinore të Korçës, e cila tashmë është një realitet dhe një mundësi e re për të gjithë të rinjtë të tanë të qytetit të Korçës apo dhe të rrethit të Korçës. Kjo ishte e gjitha për sot. Faleminderit që na ndoqët deri tani dhe deri javës tjetër, kalofshi bukur. Mirupafshim.